الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falëndrimi dhe lavdërimi I takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet, selamet ja dërgojmë zotrisë së pejgamberëve, vulës pejgamberike, më dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tina deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëf prej tyre. Vëllezër prej imani, falënderojmë Allahun subhanahu wa taala I cili na ka bashkuar sot këtë vend. Në kohën të cilën jetojmë, dynjajën të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar edhe ka nështruar për robërit e tina, ka vende të shumta ku njeriu mundet me e kalu kohën e tij. Allahu subhanahu wa taala në këtë dynja, në këtë botë ka krijuar vende prej vendeve, edhe prej të cilave ti kije mundësinë për me I vizitu ato dhe me I frekuentu ato vende. Por disa prej vendeve Allahu subhanahu wa taala I ka zgjedhur ato. Disa prej vendeve Allahu I ka bërë të dashura për robën, disa prej vendeve Allahu I ka zgjedhur për veten e tina, e disa të tjera I ka bërë të urryera. Prej vendeve më të mira, prej vendeve më të mira që Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur për robën e tina janë xhamit. Xhamien të cilën Allahu e ka bërë si vend fale për me adhuru atë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Vendet më dashura të Allahu subhanahu wa taala janë xhamiat. Ndërsa wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, ndërsa vendet më të urryera ku robi e kalon kohën e tina janë tregjet edhe pazarët. Pse ka specifikuar pejgamberi sa për tregjet edhe pazarët? Për shkak se në treg kime pa e haram, kime dëgju e haram, edhe vendet ku më shumë të njerëzit betohen në Allahun e rrejshëm janë pazarët kur bojnë pazar me njëri tjetrin. Prandaj për vendin më të dashur krahasim me këto janë xhamiat të cilat Allahu subhanahu wa taala I ka bërë si vende për me adhuru atë subhanahu wa taala. Pse xhamia është vendi më I dashur? Pse xhamia është vendi më I zgjedhur te Allahu subhanahu wa taala? Për shkak se në xhami kujtohet Allahu, bëhet zikr për Allahun subhanahu wa taala. Për shkak se në xhami lexohet fjala e tina, mësohet Kur'ani, punohet me Kur'anin. Për shkak se në xhami mësohet Islami, pastaj jashtë xhamisë vazhdon me vepruti me Islamin tën. Për shkak se në xhami pendohen zemrat, çajin zemrat. Për shkak se në xhami fshihen mëkatet të cilat na I bojna çdo ditë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se në xhami ka mundësi të shumta të çysh të afrohesh te Allahu subhanahu. Ndërsa jashtë xhamisë kime pa e hutim të shumë, kime pasën mëkate më ndryshme, edhe kime pasën shpërqendrim për rrugës drejt për rrugës Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu." Në shtëpitë që Allahu subhanahu wa taala ka lejuar që të ngrihen dhe të përmendet në to emri I tina. Në cila shtëpi? Janë në shtëpitë e Allahu subhanahu wa taala. Dietarët të cilët mirën me komentimin e Kuranit se Ibn Kathiri Allahu e mëshiroj thotë se te fjala ku thot Allahu në Kur'an të ngrihen është jo vetëm fizikisht, jo vetëm me ndërtuar një xhami, jo vetëm me ndërtuar xhami me mure dhe me zbukuru ato me drita të shumta me gjë, por se në to ku ngrihet me nder dhe respekt.
Të ngrihen xhamiat me adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Xhamian nuk e bën të mirë zidat, muret, ngjyra. Nuk e bën të mirë xhamian dritat e shëmta të cilat na javnojna. Xhamian e zbukurojnë kur na i mbushmi safat e sajna. Kur na vina e vizitojna edhe e mbushmi safin për Allahun subhanahu edhe falmi namazin për Allahun subhanahu. Që kjo e zbukuron xhamian. Xhamian e zbukurojnë zonat të cilat kur imami thotë wala dhalin thonë amin shumica xhamatit. Që kjo e zbukuron xhamian, çdo zona e zbukuron xhamian, jo zërimi i mirë të cilën na e vendos me atë. Të gjitha këto janë vetëm shkaqe për me e bëni punë diçka më të mirë, por se zbukurimi i vërtet është kur na vina edhe radhitmi në këto safa për me fal namazin për Allahun subhanahu wa taala. Në to përmendet emri i tij, pastaj thot Allahu në Kur'an. Xhamia nuk është vendi ku na vazhdojna me pas konflikte mes njëri tjetrit. Xhamia nuk është vendi ku na kena biseda boshe me tjetrin, por se xhamia është kur na afrohemi te Allahu subhanahu. Pra xhamia e ka statusin e shejt. Xhamia është edhe vendi i shejt. Nuk duhet me menue, po është një vend që aty e kena bën një vend që aty po shkojna pa falmi. Jo. Xhamia ka statusin e veçantë. Edhe duhet me mallnu edhe me pasën edhe mallnin e vet edhe në zemrën e besimtarit. Tha Allahu në Kur'an: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Xhamit e Allahut i ndërtojnë edhe i gjallërojnë vetëm ata të cilët e besojnë Allahun edhe besojnë ditën e fundit. Ya'muru, ku thot Allahu në Kur'an përfshin ndërtimin e sajna, pastaj e përfshin pastrimin e sajna, pastaj e përfshin frekuentimin me ardhën në xhami, me vizituar xhamien, pastaj e përfshin adhurimin i cili bën të. Pra besimtari i vërtet nuk e praktikon asnjëherë xhamien. Sot na ndodh me dëgjuar për njerëz nuk shoj valla filan xhamien se aty është filani. Nuk falon në xhami se në saf është filani. A vjen ti në xhami për filanin apo vjen për Allahun subhanahu wa taala? Këtu ti e kije shumë mirë definicionin se për shka e ke lidh vetën tonde, për shka e ke lidh zemrën tonde, a për filanin cili vjen saf, apo e ke lidh për Allahun subhanahu wa taala. Mos e kështu se kush vjen, se secili në xhami vjen për veten tina dhe për Zotin e tina. Ti hajde dhe adhuroj Allahun subhanahu wa taala me shpresën që Allahu me shpërblim me xhenetin e Allahut na bëj prej tina. Një burr në herë që jetonte në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pozitë në mesin e sahabëve. Ishte për njerëz të varfër, nuk kishte pasuri, nuk kishte famë, nuk kishte për njerëz që e njefshin gjithë. Por se e veçantë e tina ishte se çdo herë ishte në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjet ditë që ai vdes. Edhe sahabët e marrin, e falin namazin e xhenazës edhe e varrosin atë person. Pa djeni e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët e kanë bërë këtë veprim duke menduar se ky nuk ka ndonjë farë pozite, edhe e kanë kryer procedurën të cilën e kemi obligim ndaj muslimanëve, falja namazit, larja xhenazës edhe pastaj varrimi i tina. Kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, e sheh mungesën e këtij personi. Edhe vazhdon me pyetjen se ku është filani i cili ka orë sa herë u konë se cilë namaz u konë këtu. I tregojnë sahabët ja Rasulullah thot ai ka vdekur edhe e kena varros ato. A fala kuntum adhantumunani? Thot ai nuk më keni lajmëruar ju mua për çëtarët që ka ndodhën. Pastaj shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te varri i tina, vazhdon me bëu dua për këtë person. Ishte i panjohur në mesin e njerëzve. Po për shkak vizitës tina, për shkak qëndrimit tina në xhami, Allahu subhanahu wa taala bëri të njohur në qiell. Që kjo është e rëndësishme ajo. Nuk kena nevojë mu bëhet njohshëm të njerëzit me na njoftën njerëzit se kush jena na. Ajo se çana kemi nevojë është te Allahu subhanahu wa taala me qenë të njoftën. Te Allahu subhanahu wa taala me pasur pozitën tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë se sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. 7 grupe, 7 kategori të njerëzve, Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit i mbulon me hijen e tina. Edhe një prej tyre thotë rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Edhe një person i cili zemrën e tina e ka të lidhur për xhamia. Një person i cili zemra e tina është e lidhur për shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Imagjinoni njëri i cili vjen fal namaz, pastaj del prej xhamisë edhe në zemrën e tina mbetet ai malli për xhaminë prapë. Shumë besimtari, kohën e tina, terminit e tina duhet çdo herë me i lënë në praktikë me ato të cilë i falë dhe namazet. Mas drejkës se bojna këto, mas ikindi se kemi këto, mas akshumi këto, që namazet me qenë në mënyra më e mirë se çysh ti e planifikon ditën tënde, me prit e zonin me mall. Momenti që e fal drekën me vazhduti me menduar për ikindi, me vazhdu me menduar për ikindin, që kjo është zemra e cila është e lidhur për xhamin e Allahut subhanahu wa taala. Në pesë Allahu që fiknoqe me ta tha se nëse e ndodh ndonjëherë me humbën një namaz për namazet me xhamat, e ndjej sikurse një pjesë e zemrës tine edhe ka vdekur.
Nëse ndodh që një namaz nuk e fali me xhamat në xhami, e ndjej sikurse një pjesë e zemrës tënd vetë se ka vdekur. Çfarë na ndodh sot neve? A e kena në të njëjtën mall, a e kena në të njëjtën gjendje, sot e humbin namazin me xhamat, nuk ndijnë asgjë. Vazhdojna me gjetë arsye. Ndodh që edhe me humb namazin e xhamojës, vazhdojna me gjetën arsye se o filan jam në udhtim, e kam punën larg, jam larg, kapi dietar, kapi fjalët që kanë lecuar mos e fal namazin xhamut, vazhdojna me gjetë arsye shumë lehtë. Dërsa për se lezë për asene që na ka përësit edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pasë ndjenjën ti nëse mungon në namaz për namazet me xhamat. Andaj kjo është shenjë e besimit do këtë cilin na e kemi. Vazhdo mu fal namazin në xhami edhe na nuk prezantojnë ato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se ka menduar që me urdhënue njerëzit për namaz e pastaj shkoi edhe t'ia u djegi shtëpiat atyre të cilët nuk prezantojnë në xhami. Pse kaq ashpër? Pse ka që rëndësishme kjo? Sepse namazi është shtylla kryesore e jetës në islam. Namazi me xhamat, prezantimi në xhami është shtylla kryesore për forcimin e imanit tonë, për rritjen e devotshmërisë tonë, praktikja e tina, praktikja e xhamisë, largimi prej namazit me xhamat, prezantimi veç një herë në javë në xhami është shenjë e dobët e imanit tonë të cilën e ka Allahu na rrepesonja. Një herë edhe një person i verbër erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, unë jam i verbër, nuk ka kush me mprue mua te xhamia. Edhe qysh me ardhur te xhamia thot a lirona unë pe kësaj obligueshmërie, pejgamberi sa më tha hel tasmaun nida, thot a anin ti thirrjen, a anin ti ezanin? Ai tha po ja Rasulullah, fa ajib, atë përgjigjo. Edhe pse ishte i verbër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha prap përgjigjo ezanit, përgjigjo xhamias. Na sot i kena syt, e kena shëndetin, i kemi kerët, i kena këtë mundësit, edhe prap vazhdojna me mungue në namazet me xhamat. Çfarë përgjigje kena me i dhënë nesër Allahu subhanahu wa taala? Çfarë përgjigje kena me i dhënë nesër Allahu subhanahu kur e dina se e kena bue këtë vend për më falën këtu, edhe nuk kena prezantuar në namazet me xhamat. E kuptoj që gjatë ditës edhe gjatë ditëve të javës jena në puna, kena obligime tjera, edhe ndoshta në namazet ditore nuk po mundna me prezantue këtu, por se akşami është tash mjaft vonë, jacia është mjaft vonë, namazi sabat prapë është herët, nuk kena në këto kohë, nuk kena në puna, në vikende, shtune edhe diele, prapë nuk kena në puna, mundna me prezantue këtu. Mundna me ardhë të xhamia, mundna me u interesu edhe për xhamia, se çka ka nevojë te xhamia, mundna me u interesu edhe për aktivitetet e cilat bëhen në xhami. Dhe gjitha këto, neve këtu, po na mungojnë Allahu na fal, Allahu na lësot llogarinë të cilën kena me dhënë atë ditë për xhamin të cilën e kena bëue për më fal, edhe nuk e kena vizituar, Allahu na ruaj. Pse në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhamia kishte pozitën e vet, ku aty mësohej Kurani, ku aty edukoheshin gjenerata, ku aty zgjidheshin konfliktet. Nëse ki konflikt me dikan, ki e mospajtueshmëri me dikan, xhamia është vendi ku ti i zgjidh konfliktin me të. Se tha Allahu në Kur'an, nëse ju e keni ndonjë mosmarrëveshje me një tjetrin, kthehuni te Allahu te libri i tina. Në xhami kemi u kthyer te kjo. Kemi u kthyer te libri i Allahut, kemi u kthyer te sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi pajtueshmërinë në mesin e besimtarëve. Pse? Se aty çojnë besimtarë, aty çojnë pendimtarë, aty çojnë ata të cilët pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Një herë ndodhi një rast i çuditshëm në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një i ri erdhi te pejgamberi i tha ja Rasulullah, amalejan thot mua me bëu zina. Sahabët u çuditën me këtë pyetje, edhe vazhduan më nervozu, më zemru, sepse për vetë këtë pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i tha se a ja lejon ditën gjë nënës sonde edhe motrës sonde. Pastaj vazhdoi edhe mor afër, vazhdoi me këshillu ato dhe me folën me to. Edhe derisa ju zbut tina zemra. Kur ndodhi kjo? Kjo ndodhi në xhaminë e tina, kjo ndodhi në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Sot xhamit në sabah, në yaci, namazet tjera i kena bësh. Xhamin plot e kena veç ditën e xhumë. A thu veç për ditën e xhumë kena mu përgjigj te Allahu subhanahu wa taala? A thuesh për ditën e xhumë kena me dhënë llogaritë Allahu subhanahu wa taala, ku jemi në kohët e tjera, ku jemi na në vaktet e tjera. Vallahi për çdo minutë, për çdo gjë kena me dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Sot rrjetet sociale tana i kije plot. Kafenet i kije plot. Një ndeshje futbolli më bëu dikon i kije këtu ushqime një tjetër me organizuar ndajën se ku më këshirën futbollin. Dorsa dersi i cili mbahet në xhami pakinin ata të cilët organizojnë kohën që me ardha dhe me nguhen një ders apo me ngu diçka për fjalës Allahu subhanahu wa taala. Pse nuk kemi kohë për Allahun sot? Pse pastaj vazhdojna me falisu vetën, pse nuk kena edhe bereqet në kohën tonë? Apo pse nuk kemi bereqet edhe në pasoninë tonë? Pse nuk na kena kohë për çdo sen tjetër, por se për Allahun subhanahu nuk e gjejna këtë kohë. Që kjo është faji i vetëm. Që kjo është arsyeja e vetme të cilën na duhet me lypën te vetja e Allahut na fal prej saj.
Qysh me ringjall veten, edhe si me ringjall veten tonë me lidhjen me xhamien. Fillo me pendim të sinqert. Pendo te Allahu subhanahu wa taala, kërko falje te Allahu subhanahu. Pastaj vendose namazin me xhamat si prioritet i joti. Të paktën njëri namaz në ditë bëne si prioritet që kime vazhdu dhe kime prezentu në xhamin Allahu subhanahu wa taala. Pastaj merri fëmijë në xhami. Merri fëmijë në xhami, ani pse bujnë zhurmë, ani pse mund me bëjnë, ani pse bujnë probleme. Merri se xhamin e ngjall zoni i fëmijëve. Zoni është gjenerata e cila rritet këtu. Mas neve vinë ata dhe trashëgojnë këtë xhami, edhe trashëgojnë fejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shoqërohu me njerëzit e mirë, shoqërohu me njerëzit të cilë vinë xhami, shoqërohu me njerëzit të cilë çdo sen e lidhin me namazin. Pastaj vazhdo dhe bë dua. Allahumma habbib ilayna al-masajid, Allah bëj dashra për neve xhamia. Nuk është me bë këtë dua, bëj duan sa herë. Wallah bëj këtë xhami dashur për zemrën tema. Andaj, ne lutim Allahun subhanallahu se me bëj xhami dashur për neve. Dije lloj dashur se një ditë për ditëve nuk kemi një ezanin. Një ditë për ditëve nuk ka me të dhënë mundësia me fal namazin. Një ditë për ditëve nuk e kemi mundësinë me ron sejdë. Dikon për njerëzve e ndan veç vdekja me xhamien. E dikon tjetër veç vdekja e bën xhami. Do të na pasun çto shumë me rëndësi. Dikon për njerëzve veç vdekja e ndan lidhjet tina me xhamien. Ndërsa dikën tjetër veç ka bëu shkak që ato me prue si xhenazet e xhamia. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që me i fal mëkatet tona, me i bëu xhamia dashura për neve. E lutim Allahun subhanahu wa taala që me na mëtu çdo namaz me falën me xhamat në xhamia. E lutim Allahun subhanahu wa taala që me vazhdu me i gjallnu këtë xhamia. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.